Për çka keni dalë sot? Na kena dalë për këtë rrugë që ka i vite që janë shtirur cop, as në ne nuk çak kush për çat punë. Mëll posetat, mëll rrugë, mëll arzu fëmijët e shkollës që vinë për shkollën e për gjitha ata. Es çka kush. Për sa kohë është vjellë kjo situatë? Sidomos që herë një vit e kne, cop pasë. Ai është aty më tonë. I bret, mos e keni lëviz ne po. I bret atë. Na ka hyrë ujti balta më shtëpi balta. Për dy dritare mëll në verë? Ne nuk bëhet fjalë në verë, veç me mona me rregullu me Ju sa banor bëheni këtu? Që keni? Shumë që ju prek drejt për drejt kjo problematikë. Drejt për drejt, komplet rruga. Prik këtu deri atje. Pakën 800 shtëpi që na prek. As ka kush. Janë di gjithë e din. Gjithë të fillu ke kretaj bashkisë gjithë e din. Po s'ka vun dorë kush më zemër për çat punë. Fare për këtë zonë. Jemi këtu sot me banorët e Luzit, po jo vetëm, janë dhe të fshatrave tjerë. Luzi është një nga fshatrat më të mëdhenj të Fushkrujës. Rruga është një gjendje totalisht skandaloze në të gjithë gjatësinë e saj. Këtu jemi te shkolla Gjon Luka, po të shikosh edhe dalin autostradë që majtas merr për Tiranë dhe djathtas për Shkodër, po edhe në hyrje të fshatit që është unaza kryesore e Fushkrujës, është në një gjendje të amortizuar. Para disa ditësh kemi pas edhe kanalin e ujit, i cili ka qenë i çar, kanë ndërhyr dhe kanë rregullu, siç kanë ndërhyr me rregullu kanalin, të dalin të bëjnë edhe rrugën tani, sepse Luzi është një nga fshatrat që pagu taksat në mënyrën më të rregullt në Republikën e Shqipërisë, por është fshati më i diskriminuar, janë duke lënë lek për makinat, amortizohen makinat në një mënyrë të frikshme dhe shkojnë nëpër pikat e serviseve. Gjithë bizneset tu që janë të rruga kryesore e Luzit kanë dështu. Njoni që ka i lavazh më tha që nuk shkojnë më makina se si me u la. Shkoj makina lahet në lavazh dhe del në rrugë dhe bëhet pis. Tjetri që ka servisin aty, nuk i vinë makinat as nga Lezhë, as nga Laçi për marrë në rregullu. Ai që ka pjesë që i sjell pjesët nuk vjen me hyrë në rrugë, i merr frika edhe gjithë këto kamiona që i shikoni këtu, nuk është asnjëri i mërzit që është bllokuar rruga. Janë gjithë pro protestës sepse janë amortizuar kamionat në një mënyrë të frikshme. Kam informacion që në orët e vona të natës kamionat nuk kalojnë këtu, po kalojnë nga Fushkruja sepse i thyen pjesët edhe amortizohen kamionat. Pra po prishet edhe rruga Fushkrujës. Prandaj është shumë e rëndësishme që të shtrohet rruga. Kjo nuk është protestë politike, nuk ka lidhje partia fare. Un kam dalë në shtetet banorëve sepse këtë problem unë kam ngritë edhe i vit përpara, edhe 6 muaj më përpara, edhe para jave ku kam dalë dhe kam pasë se si është rruga në çfarë lloj katastrofe është. Kështu që në rast se rregullohet rruga, nuk ka asnjë lloj problemi tjetër. Banorët vazhdojnë punë të veta, nuk ka lidhje këtu as politika, as partia etj. Këtu janë pa parti të gjithë. As ka flamur partia asnjëri. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe është thirrje për Ministrinë e Infrastrukturës. Ata lekët që i kanë marrë tek tuneli Llogaras, i pjesë lekëve t'i hedhin këtu. Edhe mos na ushqejnë me luk bosh, jo po është miratu fondi, jo po presim fondin. I thirrje është edhe për nxënësit e shkollës që rrezikojnë jetën, po ja u them me sinqeritetin më të madh, rrezikojnë jetën duke ardhur në shkollë këtu, sepse trotuarët janë me luc. Po ti shikoni këpucë të gjithë tyre banorëve, unë 2 herë kam qenë të thyj qafën duke ardhur këtu, se kam marrë dhe mrom duke pa rrugën nga afër, sepse është luci. Të gjithë shtëpiat që janë këtu kanë ndotje të jashtëzakonshme, se edhe kur bie shi, edhe kur nuk bie shi, këtu ngrihet pluri në një mënyrë të frikshme. Pra janë jo vetëm makinat e tonazhit të rënd, por edhe makinat e thjeshta që e vujnë këtë gjë. Nuk e vujnë vetëm banorët e Luzit, prandaj këtu kanë ardhur edhe disa qytetarë të Fushkrujës për me protestu, sepse është një rrugë që konsumohet jo vetëm nga Fushkruja dhe nga Luzi, po edhe nga qytetarë tjerë. Krutanët kanë një shqetësim shumë të madh, sepse normalisht kalojnë këtej kur ka trafik, se Fushkruja është e mbytur nga trafiku. Por këtë lloj gjendje rruga nuk është lënë as në kohën e turkut. Prandaj duhet ndërhyrje. Duhet ndërhyrje, kujdes, jo me çakull. Duhet ndërhyrje me asfalt. Duhet me shtru me asfalt, edhe asfalti tjetër. Po çka keni dalë? Nuk ka dalë shife gjendje, si është. Shife gjendje si është. Shkolla më. Po shkolla, mbi gjitha. Po ne si do lëvizim. Çfarë po not? Po s'po morën vesh, në rafon tetor. Ç'do të bëj? Rruga. Paktën, të mbyllën ka gropa më. Të mbyllën ka gropa. Me televizin njerëzit dhe trotuarët janë bërë për faqe zezë.
Për faqe të zezë. A jeni anku në bashki jam në për institucione, Por janë janë një marrë gjendje? me gjitha gjana, i kena lënë për çdo lloj gjëje për shfaqzor. Po ti s'm baba kjo punë. Kjo është faqe e zezë, bu. Faqe e zezë. Ju konkretisht çfarë kërkoni si punë? Kërkohet i paktën ndoshta ata kanë lënë sigurisht kanë lënë punën vet, unë do të din vet, po është problemi gropat më. Gropat për punë nuk kalu fëmijë më. Këtu nuk kanë fëmijë, ai shikon. Kush po i bën? Mos. Po çka keni dalë sot? Ta kena dalë për protest për rrugën, janë kalamajt e shkollës to, janë gjynaf, është bën që sa është bën ai herë në vend në Shqipni ma poshtër. E deklaroj botërisht se ene që dukan për të dekën e s'kan për ta liru rrugën. Ato rrezikojnë kalamajt e shkollës komplet, nga rruga këtu, nga rruga atje. Shikoj se është bën veni. Na jena fshatar. A jeni anku me a janë hec. ndjeni pushteti për këtë gjendje? Nuk e di. Se di. Pushteti është në rregull vetë. Ha? Po çka ke dalë sot? Me rregullu rrugën. Asnjë gjë tjetër që vërtet. Çka ka rruga? Rrugë, ujë edhe drita. I kërkojmë shteti. Këto na i ka mohu, na ka prish rrugën. Kjo rruga ndërtu shumë kohë në Ismet Mavriqi. Kalojnë mbi 2000 mjetë në ditë tonazhe të larta. Edhe s'ka si mos mu prish. Bravo. Beep.